Këta thone, ky hoxhallar radikal. ISIS është radikal, Boko Haram radikal, El Nusra radikal, po Hamas radikal, po unë ju thon njerëzve, po ku radikalizohen? Çka i bën këta njerëz më u radikalizu? E kem surën 8:12, që i thot, preni në qafë ata që nuk besojnë Allahun. E kem surën 9:29, që i thot, luftoni njerëzit e librit, kanë krishterët që i fut, po thot, luftoni edhe ata që nuk e ndalojnë çka Allahu e ka ndalua. Kjo do me tha edhe luft muslimani kundra muslimanit. Se thot, luftoni ata që se ndalojnë, ata që ka ndalu Allahu. Sura 9, 111, kjarë tregon që, thot, luftoni në rrugën e Allahut, vritën dhe vrasin, këta për mua që ka shojnë për ditën televizione, vritën dhe vrasin. Perkaj, të gjitha aludimet në reagimet publike që ke, në komentimet publike, flet që Islami nuk ka fe e paqes. Pse mendon me vendosmëri që nuk është fe e paqes Islami? Po kjo është shumë e qartë. Me lexu Kuranin, me studiua historinë islame, nuk ka pa kur paqe. Në fakt, unë jam befasua, dalin disa hoxhallar në media islame e thone Islam do me tha paqe. Nuk e vërtet. Islam do me tha në nështrim. Këta e din çdo studiues. Normal sa i del hoxha tjetër e demantoni, thot jo, Islami do me tha në nështrim. Nga zanafillja e Islamit, shpata kur nuk ka ndalua. Do me tha, i kema jetet kuranore që thone me luftua, jo besimtart, hipokrit, me i bante gjitha këto. Por,